Por t'ja nuk do të vjet e kun pasi ti kishe marrë shënimet e leksionit? Doja të vija. Në fakt I mora shënimet, por pastaj ndodhi diçka. Dojë ti merri rezultatet e provimit pa mua, apo jo? Dhe pastaj do të më detyroj të të lutesha që të më tregoj çfarë ndodhi. Sidoqoftë, hajde ma jep numrin e kursit që tu telefonoj vet. Jo, nuk bën, nuk ta jap. Dua të them, u telefonova tashmë. Rezultatet nuk janë shpallur. Edhe sa do të presim në kështu? Sidoqoftë, mua më duhet t'i dërgoj këtë porosit. Do të takohemi në kafene, në rregull? Shihemi. Vëlla, çfarë do t'ju them kësaj vajze tash? E gëzova shumë atë, I dha shpresë. Ajo e dha provime për shkakun tim. Si do I them që nuk e kaloj tash ajo provimin? Çfarë do të them unë aga? Gjithsesi ajo do ta marrë vesh një ditë. Do mërzitet shumë, vëlla. Do heq dorë nga gjitha ëndrat e saj. Prit, po vjen e Lyli, mos të shoh. Në rregull, jam në makinë. Unë nuk duroj dot më. Mendoj se I kanë shpallur tashmë, duhet t'u telefonoj. A mund të ma japësh numrin e telefonit? Harova të tregoj unë. Unë u telefonova. Thanë mos t'u telefonojmë, se do t'u informojnë gjithë kandidatët kur shpallen rezultatet. Ka një problem me sistemin. Më thanë se do të vënohen pak. Unë u lodha shumë duke pritur kështu. Shpresoj të dalin deri në mbrëmje. Nuk e besoj. Nuk do I shpallen rezultatet sot. Si duket po telefonojnë? Nana Qenka. Alo? Urdhëronën e dashur. Çfarë? Aslo u zhdok. Si ashtu? Nan? Çfarë bët? E gjetët Aslën? A ka ndonjë lajm? Shpirti nënës nuk ka ende lajm. Pra ajo e poshtra Birqini e pas ka lënë ashtu, apo jo? Bi, kështu tha Hedia pra. E si mundi ta bënte një gjë të tillë kjo vajzë? Është e njëjtë si nëna e saj. Nuk më ka pëlqyer asnjëherë ajo vajzë edhe ashtu. Mos thuaj ashtu, edhe ti. Në fund të fundit, kur nëna e saj na akuzoi se ishim hajduta, ajo solli mashneta dhe na nxorri nga situata. Ajo shoqe e Aslës. Mos u zemro, shpirt, mos u zemro. Hajde, të ulemi pak, në rregull. Le të shpresojmë të marrim lajme të mira ne. Të ka hipertensione. Sigurisht që është shqetësuar. Sigur të merrim ndonjë lajm të mirë për atë vajzë. Sigur të na thoshin që e kanë gjetur. Ai, mendoj se duhet të shkojmë edhe ne të kërkojmë. Nën, ulu këtu të lutem, çfarë po bën kështu? Do të sëmurësh më shumë, po shoh pak. Pastaj vetëm do të bëjmë zhurmë kot. Po të duaja nuk do të shkoja unë? Alo, urdhëror Azie. Alo, Nuran e dashur, shpirtim. Si jeti, a je në shtëpi, më thuaj, se thash të kaloj. Jo, Azie, sinqerisht nuk e kemi fare të rezim për momentin. Do të telefonoj më vonë, në rregull. Pse moj grua, mos ndodhi diçka? Më dukesh keq nga zëri. Azie, të telefonoj më vonë ty, hajde. Ma mbylli telefonin mua. Çfarë po ndodh kështu me këtë përsëri?